Dhe ndërkohë jemi në kushtet kur ka një dëshpërim të madh, dëshpërim shumë të madh në anën tjetër, një dëshpërim I cili reflektohet edhe në pasqyrat e kënetës mediatike. Reflektohet në pasqyrat e kënetës mediatike sepse në këtë vend ku në pasqyrat e kënetës mediatike ka shumë ankesa dhe ka shumë pretendime se jetohet në një autokraci, faktikisht, horizontalisht, nuk lihet gjë pa thënë për mua, nuk lihet gjë pa thënë për qeverinë dhe për Partinë Socialiste që është forca që qeveris, madje edhe për vetë popullin. Populli së fundmi në këto pasqyra konsiderohet, citoj, I sëmur. Është një popull I sëmur, sepse në shumicën e tij dërmuese mendon se vendi po ecën në drejtimin e duhur. Është një popull I smur sepse sipas tyre gjithmonë shikon që Shqipëria është në prag të një finishi historik antarësimin Bashkimin Evropian. Është një popull I smur sepse shikon që merr sot paga shumë më të larta, që është fakt. Është një popull I smur sepse shikon që në të gjitha aspektet ka progres. Në të gjitha zonat e vendit ka progres. Në të gjithë sektorët ka progres. Patjetër që ka ende shumë për të bërë dhe prandaj jam këtu, prandaj jemi këtu, prandaj të kërkojmë mandatin e 4. Dhe në këtë dëshpërim të madh ka pastaj disa elemente të tjerë. Një element interesant shumë është gjuha ime. Flitet për gjuhën time. Flitet për gjuhën time që pas kam thënë e pas kam bërë gjëra që askush nuk I bën. Po cilat janë këto? Çfarë kam thënë unë faktikisht? Unë akoma sot nuk e kuptoj se në cilën nga gjërat që unë kam thënë kam bërë gjësendi tjetër përveç se kam komunikuar hapur me publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilin kam kërkuar ndjesë kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik për gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term I përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po, dhe me shumë të drejtë, dhe këtë u desh të gaboja që ta mësoja, prej disa kohësh konsiderohet I papërshtatshëm. Dhe diku kishte mbetur në mendjen time, e doli pa dashje, krejt pa dashje, duke folur. Dhe patjetër që I gjendur në kushtet kur ndjeva se mund të kem lënduar prindër të fëmijëve autik, kërkova ndjesë.